E dim që Zoti ka nisur një punë në ne, që në momentin e shpëtimit, në momentin që ne vëmë besimin në Zotin Jezus Krisht, ai nisi një punë në ne. Edhe kemi premtimin nga fjala e Perëndisë që te Filipianët 1:6 thotë duke qenë i bindur për këtë, se ai që nisi një punë të mirë në ju, do ta përfundojë deri në ditën e Jezus Krishtit. Zoti ka nisur një punë në ne, edhe Zoti ka planin më të mirë. Ne nuk shohim shumë larg, ne shohim aq sa shohim, me mësimet që ne mund të dëgjojmë rreth rrotull. Por Zoti është përtej çdo parashikimi që njerëzit mund të bëjnë, përtej çdo analize që ndonjë analist mund të bëjë. Kështu që është më e mirë që të ndjekim fjalën e Perëndisë, kërkojmë drejtimin e Perëndisë. Do të shohim disa personazhe në Bibël. Edhe kam quajtur këtë përtej ngjarjeve. Personazhe të ndryshëm në Bibël shohim që kanë kaluar peripeti të ndryshme, kanë kaluar, njëri ka një mënyrë tjetër, por kemi parë që Zoti ka qenë besnik. Edhe nëse shohim Esterin, Esteri shpëtoi popullin e saj nga shkatrimi. Ajo deshi popullin e saj më shumë se jetën e saj. Ester ishte në një pozitë mbretërore, e cila përkoi në të njëjtën kohë kur dëgjoi pagesën që Amani kishte premtuar për të shkatruar judejt, pra popullin cilës Esteri i përkiste. Dhe njëkohësisht ajo u përball me një vendim që sipas urdhrit të mbretit mund t'i shkaktonte vdekjen. Edhe nëse shkojmë tek Ester 4:13 deri në 16, dhe Mardokeu ju përgjigj Esterit: mos mendo se do të shpëtosh vetëm ti nga gjithë judejt, sepse ndodhesh në pallatin e mbretit. Sepse po t'jet se ti hesht në këtë çast, ndihma dhe çlirimi do të vijë për judejt nga një anë tjetër, por ti dhe shtëpia e atit tënd do të shuheni. Përveç kësaj, kush e di nëse pikërisht për një kohë të tillë që ti ke arritur në pozitë mbretërore. Atëherë Esteri urdhëroi t'i përgjigjeshin Mardokeut kështu: shko mblidh tërë judejt që ndodhen në Suz dhe agjëroni për mua. Rrini pa ngrënë dhe pa pirë 3 ditë, natë e ditë. Dhe unë me vajzat e mia do të agjërojmë në të njëjtën mënyrë. Pastaj do të hyjë mbreti, megjithse një gjë e tillë është kundër ligjit, dhe nëse duhet të vdes, do të vdes. Duke qenë mirë e bukur, Esteri një mbretëresh, i vjen pikërisht ky moment ku i duhet të thyej urdhrin e mbretit. Por që të thyesh urdhrin e mbretit kishte kosto jetën. Edhe Esteri tha që për popullin e saj ajo e bëri, edhe nëse duhet të vdes, le të vdesta. Gjithashtu Jozefi shikonte përtej ngjarjeve që i ndodhen. Ai shikonte çfarë po bënte Perëndia. Bibla thotë se Zoti ishte me Jozefin. Tek Zanapilla 39, vargu 23, thotë: drejtori i burgut nuk kontrollonte më asgjë nga ato që ishin besuar Jozefit, sepse Zoti ishte me të, dhe Zoti e bënte të mbar gjithçka që ai bënte. Edhe dim që Jozefi kaloi ushqit nga vëllezërit e tij, edhe ai ishte ëndrrimtari, i cili bëri pak vëllezërit xheloz, edhe thanë, ja erdhi ëndrrimtari. Domethënë që ne do biem përmbys përpara Jozefit. Edhe ajo që bën ata e shitën vllain e tyre, edhe ja ku përfundoi, Jozefi përfundoi në Egjipt, edhe ai që ndodhi vit pas viti, Perëndia ishte me të. Edhe fjala e Perëndisë thotë qartë, edhe shohim vendimet e Jozefit ishin sipas fjalës së Perëndisë. Ai mbante një jetë që i pëlqente atij. Edhe Zoti ishte me Jozefin.
Edhe ai që shohim është kur Jozefi u takua me vëllezërit e tij, të cilët e kishin shitur, thot, atëherë Jozefi u tha vëllezërve të tij, afrohuni pra tek unë. Ata ju afruan dhe ai u tha, unë jam Jozefi, vllai juaj, që ju e shitët që të çonin në Egjipt. Por tani mos u trishtoni dhe mos t'ju vi keq që më shitët me qëllim që të çohesha këtu poshtë, sepse Perëndia më ka dërguar para jush për të ruajtur jetën tuaj. Në fakt u bën 2 vjet që razia e bukës në vend dhe do të ketë 5 vjet të tjera gjatë të cilave as do të lërohet, as do të korret. Por Perëndia, pra jemi tek Zanafilla 45, 4 deri në 8. Por Perëndia më ka dërguar para jush me qëllim që të ruhem, megjithë që të ruhet diçka mbi tokë dhe për t'ju shpëtuar jetën me një çlirim të madh. Nuk jeni ju pra që më dërguat këtu, por është Perëndia, ai më caktoi si atë i faraonit, si zot i krejt shtëpisë së tij dhe si qeveritar i tërë vendit të Egjiptit. Pra, Jozefi kishte një situatë të tillë që ai i ra në dorë vëllezërit e tij. Ai fare mirë mund të merrte hak. Ju që më shitët mua, si do vepronim ne, për shembull, nëse vllai jon po themi mirë. Unë them që okay, vllai im nuk do bëj gjë, po kur shef fëmijët me njëri tjetrin, ky ma bëri kështu, edhe unë do e bëj kështu. Ose si bëjmë ne me njëri, edhe me miq, për shkak sepse ky më bëri kështu, këtë do bëj unë. Por Jozefi nuk bëri këtë gjë. Jozefi pa nga këmbështrimi i Perëndisë, po shifte çfarë Perëndia bëri, edhe thotë kjo ndodhi për t'ju shpëtuar jetën tuaj. Gjithashtu një vajzë e vogël nga Izraeli, që ishte kapur robinj, tek e dytë mbretërve, kapitulli 5, 1 deri në 3, gjithashtu edhe vargu 14 deri në 15, është historia e Naamanit. Naamani, komandant i ushtrisë së mbretit të Sirisë, ishte një njeri i madh dhe shumë i çmuar në sytë e Zotit të tij, sepse nëpërmjet tij Zoti i kishte dhënë fitoren Sirisë. Por ky njeri i madh dhe trim ishte lebroz. Disa banda të Sirisë gjatë një sulmi për plaçkritje kishin marrë me vete nga vendi i Izraelit si robinj një vajzë të vogël, që kishte përfunduar si shërbëtore gruas së Naamanit. Ajo i tha zonjës së saj, po të mundte të shkonte zoti im te profeti që është në Samari, me siguri ky do të shëronte nga lebra. Pra, kjo vajzë pa një problem edhe e drejtoi atë te profeti. Edhe mjafton vetëm me këtë fjalë që ajo tha. Ajo shpëtoi jetën e Naamanit. Edhe kur shohim në vargun 14, thotë, atëherë ai zbriti dhe u zhyt 7 herë në Jordan, sipas fjalës së njeriu të Perëndisë, mishi i tij u bë si mishi një fëmijë të vogël dhe ai u pastrua. Pastaj u kthye me gjithë suitën e tij te njeriu i Perëndisë, shkoi e u paraqit para tij dhe tha, tani e pranoj që nuk ka asnjë perëndi në gjithë dheun, përveç se në Izrael. Prandaj tani pranoj një dhuratë, të lutem nga shërbëtori yt. Pra, Naamani arriti të thoshte këtë fjalë, të jepte lavdi Perëndisë, se vetëm nga një fjalë që ajo vajza i tha, po të shkonte zotëria im tek profeti, ai do të shërojë me siguri. Edhe e dim se si Naamani priste që kjo të ndodhte, që ishte komplet ndryshe. Unë mendoja kështu, por në fund kur ai bëri atë që profeti tha, ai u shërua. Pra, sa e rëndësishme është që ajo vajza e vogël nuk ishte atje, vajtonte, shikoj unë jam rob këtu, edhe të çante hallin atje, por ishte vigjilent edhe drejtoi problemin në vendin e dur. Gjithashtu 4 lebrozët që sollin lajmin e mirë, tek e dytë mbretërve 6, vargu 25, edhe e dytë mbretërve 7, 1 deri 11.
Në Samari ra një zi e madhe, rrethimi i sirve që aq i fortë sa një kokë gomari shitej 80 sikla argjendi dhe një çerek gabi glasash plumi 5 sikla argjendi. Pra, situata ishte shumë e rëndë. Tek e dytë e mbretërve 7:1 deri 11 vazhdon thot: Atëherë Eliseu tha: Dëgjoni fjalën e Zotit. Kështu thot Zoti: Nesër në këtë orë, në portën e Samaris, një mas mielli do të kushtojë 1 sikël dhe 2 masa elbi do të kushtojnë gjithashtu 1 sikël. Por kapiteni në krahun e të cilin mbështeti mbreti u përgjigj njeriu të Perëndis: Ja, edhe sikur Zoti të bënte dritare në qiell, a do të ndodhte vallë një gjë e tillë? Eliseu përgjigj: Mirë pra, ke për të parë me sytë e tu, por nuk do t'i hash. Kishte 4 lebrozë në hyrje të portës, të cilët i thanë njëri tjetrit: Pse po rrim ulur këtu, duke pritur vdekjen? Në rast se i themi le të hyjmë në qytet, atje sundon uria dhe aty kemi për të vdekur. Në rast se mbetemi këtu, do të vdesim një lloj. Prandaj ejani të shkojmë të paraqitemi te kampi i sirve. Po t'jetë se na lën gjallë, do të jetojmë. Po t'jetë se na vrasin, do të vdesim. Në Muzg ngritën për të vajtur në kampin e sirve, kur arritën në skajin e kampit të sirve, atje nuk kishte njeri. Perëndia në të vërtetë kishte bërë që ushtria e sirve të dëgjonte një zhurmë qerresh dhe kuajsh, zhurmën e një ushtrie të madhe, dhe ata kishin thënë njëri tjetrit: Ja mbreti i Izraelit ka rekrutuar kundër nesh mbretin e Hitejve dhe mbretin e Egjiptasve për të na sulmuar. Prandaj ata në Muzg ishin ngritur dhe kishin ikur duke braktisur çadrat, kuajt dhe gomarët e tyre. Tër kampin siç ishte. Kishin ikur kështu për të shpëtuar kokën. Kur arritën në skajin e kampit, këta lebroz hynë në një çadër ku hëngrën, e pinë, morën me vete argjend, arë dhe rroba dhe shkuan t'i fshehin. Pastaj u kthyen dhe hynë në një çadër tjetër dhe andej morën shumë gjëra dhe shkuan t'i fshehin. Pastaj thanë midis tyre: Nuk veprojmë mirë kështu. Kjo është një ditë si ariqi, por ne nuk hapim as gojën. Në rast se presim deri në mëngjes, mund të pësojmë ndonjë ndëshkim. Prandaj tani të nxitojmë dhe të shkojmë të njoftojmë shtëpinë e mbretit. Kështu shkuan dhe thirrën rojet e qytetit. Ju a njoftuan gjendjen duke thënë: Kemi shkuar në kampin e sirve dhe ja, nuk kishte njeri dhe as nuk dëgjoi zë njeriu. Aty kishte vetëm kuaj dhe gomar të lidhur dhe çadra të paprekura. Atëherë rojet thirrën dhe çuan lajmërin brenda shtëpisë së mbretit. Pra, shohim sërish një vendim vdekje. Ata nuk kishin asnjë mundësi të jetonin. Po të rrim këtu, tha, do të vdesim me siguri. Po të shkojmë brenda është zi, prapë aty do të vdesim. Por po të shkojmë te kampi i sirve, edhe po na vran, okay, do vdesim, nuk kemi rrugë zgjidhje tjetër. Dhe atë që bën, shkuan dhe gjetën komplet ndryshe, një situatë komplet ndryshe. Dhe tha, kjo është një ditë si ariqi. Edhe çfarë bën? Shkuan dhe dhanë lajmin e mirë. Dhe kjo shpëtoi qytetin. Çfarë duhet të bënin? Po ishte një vendim që u mor përpara dhe në gjithë atë situatë që ata ishin me sëmundjen e tyre, prapë së prapë ata dhanë lajmin e mirë. Çfarë bën? Vetëm vajtën i thanë rojet. Edhe, pra, në gjithë këto pamje shohim që mbretëresha Ester qëndroi për popullin e saj, pam Jozefin që ishte në kryet e Egjiptit dhe shpëtoi familjen e tij nga zia e bukës, vajza e vogël që u kap robinën e cila me fjalët e saj shpëtoi Naamanin, 4 lebrozët, dhe pse të sëmurë me lebër, guxuan të shkojnë në kamp, atje ku ushtarët më të mirë të vendit qëndruan brenda dhe sollën lajmin e mirë. Pra, jeta e tyre kishte sfida, kishte rreziqe. Edhe jeta e Palit gjithashtu kishte rreziqe. Por ajo që bën ishte të shikonin për te rrethanave, sfidave, rreziqeve dhe kërcënimit për jetës së tyre. Ata kuptuan se Perëndia është me ne. Perëndia ka fuqinë.
Perëndis të cilët i kanë besuar jetën time, aty është shpresa ime. Dhe e njëjta gjë mund të jetë në jetën tonë. Edhe tek Zanafilla 8:22 është një varg që shumë domethënës kur e shikon, edhe thot derisa të jetë toka, nuk do të pushoj kurrë se ekzistuari mbjellja dhe korrja, të ftohtit, të nxehtit, vera, dimri, dita dhe nata. Mund themi çka ka këtu të veçantë. Do të thotë këtu e kemi për herë natën, ditën, dimrin, verën. Kjo mund të jetë fizike, mund të jetë anë frymërore, mund të kaloni një dimër në jetën tuaj, mund të kaloni vështirësitë të cilat nuk doni t'i thoni. Le të them një lajm që e kemi këtu. Sa kemi tokën, i kemi këtu. Këtë nuk e ndryshojmë dot. Por ajo që mund të ndryshojmë ne është jeta jonë. Pra, çfarë mund të bëjmë ne të ndryshojmë në mënyrë që gjërat të ndryshojnë? Kjo është jeta në tokë. Do të ketë kohë për të mbjellë dhe kohë për të korrur. Do të ketë dimër, por do të ketë dhe verë. Do të ketë natë, por do të bijë mëngjesi dhe ja ku është dita. Është fakt që ligji i mbjelljes dhe korrjes është i vërtetë. Pra, sikur se thash, e dim që kjo vlen ana frymërore. Derisa të jemi këtu në tokë, do kemi mbjellje. Mbjellja edhe fizike, por edhe frymërore. Mund të mbjellim në mish, mund të mbjellim në frym. Mund të korrim atë që mbollëm në mish, mund të korrim atë që mbollëm në frym. Dimër, sfida, vështirësi, verë, fryte, korrje, bollëk, ecje. Ecja jonë mund të jetë në errësirë, ecja jonë mund të jetë në dritë. Pra, ka ca vendime që janë në dorën tonë. Varet çfarë mbjell. Nëse shohim mirë se çfarë po mbjellim, atëherë mund të kemi një parashikim për korrjen. Kështu që kjo është analizë që duhet bëjmë për jetën tonë. Zot, çfarë po bëj? Pse jam këtu? Hapat që duhet të jetë, aftësitë që kam, çfarë duhet të bëj Zot që vërtet të eci në mbretërinë tënde dhe të fitojmë njerëz sa më shumë, të zhvillohet në mbretërinë e Perëndisë. Edhe Jezusi tha, unë jam me ju gjithë ditët. Dhe pse përballemi me sfida, Zoti na inkurajon të vazhdojmë të shpallim fjalën. Tek Mateu 28:18 deri në 20, aty është vendi ku shohim zakonisht urdhërimin që Jezusi i jep dishepujve. Edhe thot, pastaj Jezusi u afrua dhe u foli atyre duke thënë: Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë. Shkoni pra, e bëni dishepuj nga të gjithë popujt, duke i pagëzuar në emër të Atit, e të Birit, e të Frymës së Shenjtë, dhe duke i mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që unë ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju gjithë ditët deri në mbarim të botës. Amen. Pra, pavarësisht kohës, pavarësisht situatës që kjo tokë ose kushtet atmosferike që kjo tokë ka, qoftë për anën frymërore, qoftë për anën fizike, Jezusi thot, unë jam me ju gjithë ditët. Pra, çdo lloj justifikimi që mund të kemi, nuk mund të gjejmë dot në një justifikim të pranueshëm që nuk mund të ecim përpara. Po vjen vera, është koha kur bizneset ndurrës po të vini re, fillojnë bëhen gati, sepse do të ketë turistë, njerëz që vinë me pushime, disa për herë të parë, disa e bëjnë çdo vit, por duhet të shfrytëzojmë kohën gjithashtu edhe për biznesin e Atit ton, do të thënë të fitojmë shpirtrat me anë të fjalës së Perëndisë. Pra, kjo është puna jonë. Nuk është punë me pagesë, po themi kuptimin që hapa biznes, por është ka të bëjë me këtë, është verë. Është koha për të mbjellë, edhe aty ku janë njerëzit, aty duhet hedhur fjala e Perëndisë, në mënyrë që të shpëtojnë njerëz. Shko mbyllë farën e fjalës së Perëndisë kudo ku je. Kushdo që ti je,
Jezusi është me ty gjithë ditët. Nëse çdo ditë jepet mundësia, atëherë çdo ditë shpallë fjalën e Perëndisë. Le të shkojmë tek Luka 8, 5 deri në 15. Aty është një shëmbulltyra mbjellësit, ku Jezusi na tregon çfarë ndodh në momentin që hedh farën një mbjellës. Një mbjellës doli për të mbjellë farën e vet. Dhe ndërsa po mbyllte, një pjesë ra gjatë rrugës, u shkel dhe zogjtë e qiellit e hëngrën. Një pjesë tjetër ra në gurishte dhe sa po mbiu, u tha për mungesë vlage. Një pjesë tjetër ra ndër ferra, ferrat u rritën bashkë me të dhe i zun frymën. Kurse një pjesë ra në tokë të mirë, mbiu dhe dha fryt 100 fish. Si tha këto thirri, kush ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjojë. Atëherë dishepujt e vet pyetën çfarë kuptimi kishte kjo shëmbulltyrë. Dhe ai tha, juve ju është dhënë të njihni misteret e mbretërisë së Perëndisë, por të tjerëve me anë të shëmbulltyrave që ata duke shikuar të mos shohin dhe duke dëgjuar të mos kuptojnë. Ky është kuptimi i shëmbulltyrës. Fara është fjala e Perëndisë. Ata përgjatë rrugës janë ata që dëgjojnë fjalën, por pasi vjen djalli dhe ua merr fjalën nga zemra e tyre, që ata të mos besojnë dhe të mos shpëtojnë. Ata mbi gurishte janë ata që kur dëgjojnë, e presin fjalën me gëzim, por ata nuk kanë rrënjë. Besojnë për një farë kohe, por në momentin e sprovës tërhiqen. Pjesa që ka rënë ndër ferra janë ata që dëgjuan fjalën, por gjatë rrugës u zën frymën shqetësimet, pasuritë dhe kënaqësitë e kësaj jete, dhe nuk arrin të piqen. Po pjesa që ra në tokë të mirë janë ata që pasi e dëgjuan fjalën, e ruajnë në zemër të ndershme dhe të mirë, të japin fryt me qëndrueshmëri. Pra fara e fjalës Perëndisë ka efekt tek ata që e lejojnë, ka efekt tek ata që e marrin në zemër edhe lejojnë këtë fjalë. Dhe ndërkohë që dalim, ndërkohë që ne flasim me njerëzit, ne përballemi me ara të ndryshme. Sa zemra janë të shqetësuara për gjërat që kanë në jetë, sa nuk e marrin si të vërtet. Kështu që kur hedhim farën e fjalës, do përballemi me shumë tipe njerëzish, por ndërkohë duhet të kuptojmë edhe gjithashtu punën që djalli bën ndërkohë, që heq farën e fjalës, që njerëzit mos shpëtojnë edhe mos besojnë dhe të shpëtojnë. Tani si duhet ta mbjell fjalën? Mos mbill me kushtim. Dhe çose hapim tek 2 Korintasve 9:6, thotë, dhe ju them këtë, ai që mbjell me kushtim do të korrë po me kushtim. Dhe ai që mbjell dorë hapur dhe do të korrë dorë hapur. Pra mbjellja varet në dorën tonë. Nëse mbjellim, atëherë do të korrim më shumë. Nëse mbjellim me kushtim, atëherë nuk do të korrim shumë. Gjithashtu mbill në frymë. Tek Galatasit 6, vargu 7 deri në 9, thotë, mos u gënjeni, Perëndia nuk vihet dot në lojë, sepse ç'të mbjell njeriu, atë dhe do të korrë. Sepse ai që mbjell për mish të tij do të korrë nga mishi i tij prishje, dhe ai që mbjell për frymë do të korrë nga fryma i jetë të përjetshme. Le të mos lodhemi duke bërë të mirën, sepse po të mos lodhemi do të korrim në kohën e vet. Pra, vazhdojmë të mbjellim në frymë, mos të mbjellim në mish, vazhdojmë të bëjmë të mirën dhe do të korrim në kohën e vet. Pra, mora ato historitë janë rrethana të ndryshme. Mora në tokë do i kemi këto dhe nuk mund t'i heqim dot. Gjithë situatat që mund na vinë, por ai që kemi në dorë është vendimi për të mbjellë. Ne duhet të vazhdojmë të mbjellim në frymë. Pa kushtim, mos të kushtojmë, jo dorë shtrënguar, por të mbjellim dorë hapur. Gjithashtu tek
Jakobi 1:21 thot, prandaj hiqni çdo ndyrësi dhe mbeturinë ligësie, pranoni me butësi fjalën e mbjellë në ju, e cila mund të shpëtojë shpirtrat tuaj. Duhet kemi një qëndrim ndaj fjalës, ndërkohë që dëgjojmë fjalën e Perëndis. Kur shohim nga shkrimet që, kjo është fjala e Perëndis, nuk është thjesht fjalë njerëzish. Atëherë qëndrimi ynë duhet të jetë ta vendosim atë në zemër, sepse kjo është ajo që do të ketë fryt më pas. Gjithashtu mbill pa dallim. Tek Predikuesi 11, 1 dhe vargu 6, thot, hidh bukën tënde mbi ujërat, sepse pas shumë kohe do të gjesh përsëri. Vargu 6 thot, mbille farën tënde në mëngjes dhe në mbrëmje mos lër dorën tënde të pushojë, sepse ti nuk e di se cili nga të dy do dalë më mirë, ky apo ai, por do të jenë të mirë të dy. Pra, pa dallim. Nëse Zoti të jep një mundësi, shfrytëzoje edhe shpallë fjalën, shpallë ungjillin, sepse ti nuk e di. Në ana jashtme, ne si njerëz gabojemi. Edhe po dëgjosh, edhe më qëllon që kur eci në autobus dëgjon, ai duket kështu, ai është, domethënë, komente nga më të ndryshme, mënyrën se si njerëzit komentojnë. Kish nga pamja. Janë nxjerrë të thonë që ky është kështu, dalin përfundim. Njerëzit gjykojnë nga pamja. Edhe shpesh mund të bjemi në këtë lak, po themi, që të gjykojmë nga pamja, ky s'do përgjigjet. Dalim për ungjillizim ne, ose ky më duket shumë që është në ata që bindet. Kam parë unë këtë. Pra, mos bëj dallim, ndërkohë që Zoti të jep mundësinë, atëherë mbille farën e fjalës, shpallë ungjillin. Ndërto me kujdes. E para Korintasve 3, 6 deri në 10. Thot, unë bolla, Apolli ujiti, por Perëndia i bëri të rriten. Kështu pra, asaj që mbjell dhe asaj që ujit nuk është gjë, por Perëndia që i rrit. Por ai që mbjell dhe ai që ujit janë një, dhe secili do të marrë shpërblimin e vet sipas mundit të tij. Ne pra jemi bashkëpunëtor të Perëndis. Ju jeni ara e Perëndis, ndërtesa e Perëndis. Sipas hirit të Perëndis që më është dhënë, si arkitekt i ditur, unë kam hedhur themelin dhe një tjetër ndërton mbi të, por secili të ketë kujdes se si ndërton mbi të. Pra, ne shohim në këtë varg që dikush mbjell, dikush ujit, apo dikush korr, por Perëndia është ai që bën të rriterin. Edhe këtu tregon që ne jemi bashkëpunëtor me Perëndin. Ne jemi në arë me Perëndin. Jezusi tha, unë jam me ju gjithë ditët. Po thot ai është me ne. Domethënë, le ta marrim të mirëqen sikurse është. Ndonjëherë fokusohemi shumë në ato problemet që rrethanat që ne kemi, edhe themi, nuk e themi me gojë, po themi në praktik. Zoti s'është këtu me mua. Domethënë, edhe vazhdoj me atë mënyrën time duke zgjidhur gjërat. Por Zoti është aty, bashkëpunon. Thjesht do të kesh në zemër këtë që Zot, çfarë po bën ti këtu? Domethënë që të kuptoj edhe si mund të më përdorësh mua tek tjetri. Pra, Jozefi nuk pa që ai u shit nga vëllezërit edhe vëllezërit meritonin të dënoheshin. Por ai pa për punën e Perëndis që kishte bërë për ta çuar në atë pikë në mënyrë që të shpëtonte familjen e tij, shpëtonte gjithë vendin. Dhe te Filipianët 1:27 thot, ju veç silluni në mënyrë të denjë në ungjillin e Krishtit, që kur të vit ju shoh ose nga larg, kur s'jam aty, të dëgjoj për ju se qëndroni fort në një frym të përbashkët, duke luftuar bashkë me një shpirt për besimin e ungjillit. Pra, duhet të luftojmë bashkë. Është shpika tjetër, okay. Gjithashtu tek 2 Timoteut 1:8 thot, mos ki turp pra të dëshmosh Zotin ton, as mua të burgosurin e tij, por hiq keq bashkë me mua për ungjillin sipas fuqisë së Perëndis. Pra, mos ki turp.
por shpallu Ungjillin, sepse Ungjilli është fuqia e Perëndisë për shpëtim. Domethënë është Ungjilli që i shpëton njerëzit. Pika tjetër thotë, në mes të këtij brezi le të ndriçojmë. Është kohë nate, edhe gënjeshtrat i shef gjithandej. Qofse përpara kishim gazetat apo kishim televizorin primar, tani janë telefonat, rrjetet sociale që çan nuk shef në lidhje me lajmet apo në lidhje me të vërtetën që hidhet poshtë. Por ajo që duhet të bëjmë në këtë kohë nate duhet të ndriçojmë. Dhe si mund të ndriçojmë është vetëm me anë të fjalës së Perëndisë. Që të jeni të paqortueshëm dhe të pastër, bijtë të Perëndisë pa tmeta në mes të një brezi të padritë dhe të çoroditur, në mes të cilit ndriçoni si pishtar në botë duke mbajtur lart fjalën e jetës. Është tek Filipianët 2:15. Na tregon duke mbajtur lart fjalën e jetës ne mund të ndriçojmë. Le të mos bijem në atë rutinën, këta nuk dëgjojnë, gjithandej kjo botë është e ligë. Sa do t'i themon të vërtetën, ata nuk besojnë. Jo, ç'të mbjellësh do korrësh. Nëse mbjellim të vërtetën, atëherë fjala do të prapet edhe më shumë. Kështu që le të heqim shikimin në mënyrën si njerëz. Po ashtu por të bëjmë si Perëndia na thotë. Pra, le të mbjellim sa më shumë. Po vjen vera, njerëzit shtohen edhe më shumë, le të kemi në mendje këtë gjë. Ruaj mendjen me fjalën e Perëndisë. Por druajse, tek 2 Korintas 11:3, është thotë, por druajse ashtu si gjarpri gënjeu Evën me dinakërinë e tij. Kështu edhe mendja juaj të mos prishet duke u shmangur nga thjeshtësia ndaj Krishtit. Pra, druaj se ashtu si gjarpri gënjeu Evën. Mendja juaj të mos prishet. Pra, mendja jonë duhet të ruhet me fjalën e Perëndisë. Edhe kur djalli afrohet, ai synon të hedhë poshtë të vërtetën, ashtu sikur se bëri me Evën. Edhe hodhi poshtë, ashtu sikur se tentoi me Jezusin. Edhe 3 herë Jezusi tha shkruar. Pra, duhet të njohim mirë shkrimet. Ai që duhet të praktikojmë, trajnojmë mendjen tonë me anë të shkrimeve. Duke mbajtur në mendje fjalën e Perëndisë, ne mund të fitojmë betejat, sepse fjala e Perëndisë është e vërteta. Ku është mendja jonë? Te Romakët 8:5-7 thotë, sepse ata që rrojnë sipas mishit e çojnë mendjen në gjërat e mishit, por ata që rrojnë sipas frymës në gjërat e frymës. Në fakt mendja e kontrolluar nga mishi prodhon vdekje, por mendja e kontrolluar nga fryma prodhon jetë dhe paqe. Në fakt, mendja e kontrolluar nga mishi është armiqësi kundër Perëndisë, sepse nuk i nënshtrohet ligjit të Perëndisë dhe as nuk mundet. Te Filipianët 4:10 thotë, dhe u gëzova shumë në Zotin, sepse më në fund kujdesi juaj për mua u rigjallërua, në realitet ju kishte në mendje, por nuk kishit rast. Pra, tek Filipianët shohim që ata kishin në mendje gjën e dur, një gjë të mirë, po themi, në anën frymërore, edhe për të bekuar. Kurse mendja që kontrollohet nga mishi prodhon vdekje. Ndaj duhet të kontrollojmë, të shohim mendja jonë, çfarë po qarkullon, cili është streaming që po bën, cila është ajo që po transmeton, që po të sjell. Kështu që duhet që të menaxhojmë informacionin në mendjen tonë edhe ta ballafaqojmë me fjalën e Perëndisë, në mënyrë që të kemi mendjen tonë të pastër, duke menduar të vërtetën, duke menduar atë që fjala e Perëndisë thotë. Tek Kolosianët 3:1-2, vargu i fundit, nëse ju jeni ringjallur me Krishtin, kërkoni ato që janë lart, ku Krishti është ulur në djathtë të Perëndisë. Kini në mend gjërat që janë atje lart, jo ato që janë mbi tokë. Pra është i qartë, kini në mendje gjërat që janë lart, jo gjërat që janë mbi tokë. Pra, për te ngjarjeve, mbill fjalën e Perëndisë, ndërto, lufto, ndriço. Të lutem.
O atë Perëndivin tek ti, Zot, që je mirënjohës, për te Zot që ti na tregon na shkrimet në jetët e ndryshme, Perëndi, që njerëzit kanë marrë vendime të drejta përpara teje, Zot. Edhe Zot, lutem që unë t'jem një i tillë, Perëndi, e secili prej nesh të jetë i tillë, duke qëndruar mbi këtë botë, Perëndi, duke menduar ashtu si ti mendon, edhe duke pasur në mendje fjalën tënde, Perëndi, për të kaluar çdo pengesë, për të kaluar çdo lloj situate, duke dalë mbi ujërat, Perëndi. Edhe të shkojmë në këtë botë, të shpallim lajmin e mirë, sepse është fuqia për shpëtimin e cili do që beson. Zot, punon në ne, punon në këtë vit që kemi përpara, punon në këtë javë që kemi përpara, në këtë muaj që kemi përpara, ndërkohë që vera vjen dhe takojmë njerëz, lutem Perëndi që ti të na bësh të fryqëm. Edhe mendja jonë ti të fokusuar, Perëndi, në këtë gjë, që të mund të shpallim fjalën dhe të fitojmë të pashpëtuarit, Perëndi, të rëmbejmë ata drejt nga zjarri, Perëndi. Zot, faleminderit për hirin tënd. Në emër të Jezusit ta adhuroj. Amen.